Faqa na ishte dikur sjell rrëfimin e aktores Branka Petrić Fehmiu për bashkëshortin e saj, Bekim Fehmiun, një nga dëshmitë më të ndjera për dashurinë, jetën e përbashkët dhe heshtjen e dhimbshme që ndonjëherë shoqëron fundin e saj. Ata ishin bashkë për gati 5 dekada, një jetë e tërë e ndarë me skenës, artit, familjes dhe sfidave që jeta u solli. Branka ka treguar se martesa e tyre nuk ishte një rrugë pa pengesa. Kishte ditë të ndritshme dhe ditë të errta, qetësi dhe stuhi, ngritje dhe rënje. Por ajo që mbeti e pandryshuar, si një spirancë e fortë në mes të dallgëve, ishte dashuria e tyre. Një dashuri e heshtur, e thellë, larg patetikës, por e qëndrueshme deri në fund. Ata ndërtuan një familje, sollën në jetë 2 djem, u liksin dhe hedonin, dhe jetuan mes përkushtimit ndaj artit dhe përkushtimit ndaj njëri tjetrit. Për Brankën, Bekimi nuk ishte vetëm një aktor i madh, por njeriu me të cilin ndau jetën, heshtjet, gëzimet dhe brengat. Ditët e fundit para ndarjes së tij nga jeta, sipas saj, nuk paralajmëruan asgjë të pazakontë. Bekimi ishte i njëjti njeri, i qetë, i përmbajtur, i pranishëm. Një ditë më parë, Branka kishte luajtur në një shfaqje ku personazhi kryesor përballej me një fund tragjik, një ironi e hidhur që vetëm pas ngjarjes mori kuptim të frikshëm. Të nesërmen, ata ishin bashkë në shtëpi. Një bisedë e zakonshme, një përqafim i thjeshtë, një premtim i vogël se mbrëmjen do ta kalonin së bashku. Asgjë dramatike, asnjë fjalë rënd, asnjë shenjë lamtumire. Vetëm përditshmëria e 2 njerëzve që kishin ndarë jetën për dekada. Kur Branka u largua për pak kohë, ajo nuk e dinte se po linte pas jo vetëm bashkëshortin, por edhe një kapitull të tërë të jetës së saj. Kthimi në shtëpi u shndrua në momentin më të vështirë të ekzistencës së saj. Ajo e përshkruan atë çast jo me sensacionalizëm, por me një qetësi të dhimbshme, sikur edhe fjalët të kenë nevojë për kujdes. Në dhomën e punës së Bekimit, gjithçka dukej e menduar me përpikëri. Dokumentet personale ishin vendosur rregullisht, një letër e shkruar me dorë ishte lënë për familjen. Në atë letër, Bekimi shprehte dashurinë për Brankën, për familjet, për vëllezërit e tij. Ai shkruante se po largohej i qetë dhe i vendosur, pa frikë, pa zhurmë. Branka beson se gjithçka ishte bërë në mënyrë që familja të përballej me sa më pak tronditie. Një ndarje e menduar, e heshtur, pothuajse estetike në mënyrën e saj të dhimbshme. Për të, kjo tregonte se Bekimi nuk kishte frikë nga vdekja, por kishte menduar deri në fund për ata që linte pas. Megjithatë, asgjë nuk e përgatit njeriu për një humbje të tillë. Branka pranon se gjetja e forcës për ta përballuar dhimbjen ishte jashtëzakonisht e vështirë. Ditët e para ishin të mjegullta, të mbushura me heshtje, kujtime dhe boshllëk. Ajo u mbështet te kujtimet e bukura, te vitet e jetuara bashkë, te dashuria që, sipas saj, nuk mbaron me vdekjen. Ngushëllimin e gjeti te dinjiteti i ndarjes, te mënyra se si e përcolli Bekimin nga kjo botë, ashtu siç ai kishte dëshiruar, pa zhurmë, pa spektakël, pa publik, vetëm me respekt, qetësi dhe dashuri. Ky rrëfim nuk është thjesht historia e një fundi tragjik, është historia e një dashurie të gjatë, e një jete të ndarë mes artit dhe njerëzores, e një burri që la gjurmë në kineman botrore, dhe një gruaje që mbeti për të dëshmuar se dashuria, edhe kur plagos thellë, mbetet forma më e fortë e kujtesës. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton. Na ishte dikur.